Presidenti francez Emmanuel Macron distancoi vendin e tij nga skandali dosjeve të Jeffrey Epstein, duke argumentuar se kjo ishte një çështje që i përkiste më së shumti SBA-s. Deklaratë Macron e dha pasi ish ministri i kulturës Jacques Lang u dorëhoq nga posti që kishte në Institutin e Botës Arabe, pasi prokurorët francezë vendosën të nisin një hetim paraprak për mashtrim me taksat për të dhe të bijën Carolinën, pasi të dy u përmendën në dosjet Epstein. Jacques Lang është figura më e lartë publike në Francë që rezultoi në mesazhet private të ish financierit amerikan Jeffrey Epstein, i cili vrau veten në 2019 ndërsa ndodhej në burg në pritje të gjyqit për trafikim të vajzave të mitura me qëllim shfrytëzimin seksual të tyre. Long, i cili pranoi që në 2020 se kishte patur lidhje me natyrë financiare me Epstein, mohoi të ketë bërë ndonjë gjë të gabuar dhe u shpreh se ishte tronditur kur kishte parë emrin në dokumentet e një kompanie offshore të themeluar nga Epstein. Bëhet fjalë për një kompani që sipas mediave franceze Celine ka në ishuit Virgin dhe që ishte në pronësi të Epstein dhe bijës së Long, Carolinës, së cilës Epstein i la edhe $5 milion në testamentin që nënshkroi para se të vriste veten. Caroline Long ndërkohë pretendon se kishte prerë lidhjet me kompaninë që kishte krijuar me Epstein për financimin e artistëve të rinj kur mësoi për veprat kriminale të ish financierit dhe se nuk kishte dieni se përse Epstein i kishte lënë $5 milion me testament.